Shikoj shumë njerëz në jetë në përditshmëri që ngatrojnë një njeri të mirë me një njeri që ka kaluar trauma në jetë. Pra, janë dy gjëra të ndryshme dhe nuk vijnë asnjëherë lineare me njëra tjetrën, sepse një njeri i mirë nga një njeri që ka kaluar trauma ndryshon, sepse shumica e njerëzve i ngatrojnë dikë që ka kaluar një jetë të vështirë ose një fatkeqësi jetësore. Pra, shumica e njerëzve ngatrojnë një njeri që është rritur jetim, pa një nën, pa një babë dhe thuhet po ky është njeri i mirë se ka kaluar diçka dhe është njeri i mirë. Jo, kjo nuk të bën ty as pak njeri të mirë. Nëse nuk e di ku e keni parë ju këtë gjë që të rritesh jetim do të thotë të jesh njeri i mirë. Kur shumica e rasteve ka treguar që këta njerëz janë bërë kriminela, janë bërë viktima, janë bërë dhe ata njerëz që kanë përdhënuar, kanë vrarë, kanë kërcënuar, kanë abuzuar. Pra, duhet të arrish të kuptosh që në jetë një njeri i mirë nga një njeri që kalon trauma është tjetër gjë. Pra, ti nuk mund të zgjedhësh në jetën tënde një njeri vetëm se ka kaluar trauma dhe të thuash që ky është një njeri i vuajtur dhe ka kaluar këtë fatkeqësi dhe do më doje, do më di vlerën. Jo, as pak. Sepse në jetën tënde ti zgjedh dikë që vërtet për të shëruar plagët dhe traumat e tia, apo zgjedh një njeri të mirë për të vazhduar jetën tënde. Pra, zgjedhja të takon ty për të bërë. Nëse ti dëshiron të zgjedhësh dikë që ka kaluar trauma në jetë, patjetër që të gjithë ne kalojmë trauma në jetë. Kalojmë vështirësi të ndryshme në jetë. Askujt nuk është jeta kaq e bukur sa duket në rrjetet sociale. Apo ashtu siç njerëzit mundohen ta fshejnë nëpërmjet filtrave apo atyre kornizave të bukura që përcaktojnë. Nëse ti zgjedh një njeri të mirë, mendohu mirë. Një njeri i mirë nuk vjen nga traumat. Një njeri i mirë formohet me sfidat e jetës. Kur ka ndodhur një fatkeqësi, nuk ka braktis familjen, nuk ka braktis shoqërinë, nuk është bërë kriminal, nuk është bërë vrasës, nuk është bërë abuzues. Pra, një njeri i mirë dallohet në rrugëtimin që ai ka bërë. Pra, nëse ti dëshiron që të zgjedhësh një njeri të mirë, duhet të bësh vetë njeriu që ti dëshiron të kesh. Që të bësh njeriu që ti dëshiron të kesh krah teje, duhet punosh me veten. Dhe të punosh me vetveten është një sakrificë shumë e madhe. Është lufta më e madhe që mund të ekzistojë. Sepse në vetvete nuk është lufta që ti bën me të tjerët, është lufta me vetveten tënde. Të dish çfarë do, çfarë dëshiron, çfarë do të pranosh, por mbi të gjitha të gjesh paqe me gjërat që ty të lëndojnë. Kjo është të jesh njeri i mirë. Dhe jo të shërosh traumat e dikujt që nuk i ka shëruar vetë dhe nuk është munduar të përballet me traumat e tyre.